E diel. Dashi, e dielja ju sjell energji pozitive dhe dëshirë për të kaluar kohë me njerëzit që doni. Një surprizë e këndshme mund t'ju zbukurojë mbrëmjen. Demi. Pas një jave të lodhshme, më në fund vjen qetësia. Një lajm i mirë financiar ose familjar mund t'ju bëjë të buzëqeshni. Binjakët, një takim, telefonat ose mesazh i papritur do t'ju ngrejë humorin. Dita favorizon argëtim dhe njohje të reja. Gaforja. Familja dhe shtëpia do të jenë burimi kryesor i lumturisë. Një dëshirë e vogël mund të realizohet më shpejt nga se prisnit. Luani, pas vështirësive të ditëve të fundit, yjet ju rikthejnë buzëqeshjen. Jeni ndër shenjat më me fat të ditës. Yxhëresha, një person që u vlerëson shumë mund t'ju japë një lajm ose një kompliment që do t'ju bëjë ditën më të bukur. Peshorja, dashuria favorizohet, beqarat mund të kenë një njohje interesante ndërsa çiftet do të kalojnë momente romantike. Akrepi, një çështje që u ka shqetësuar fillon të zgjidhet. E diela sjell qetësi mendore dhe optimizëm. Shqetëtari, argëtimi, udhëtimet e shkurtra dhe takimet me miq do të jenë pika më e fortë e ditës. Prisni shumë të qeshura. Priciapi, një lajm i mirë në lidhje me punën ose financat mund të vijë në ditë pushimi. Fati është në anën tuaj. Ujori, një rastësi e bukur mund t'ju hap një mundësi të re. Mos qëndroni në shtëpi gjatë gjithë ditës. Peshqit, dita sjell emocione pozitive dhe harmoni. Një person që ju mungon do të rikthehet në jetën tuaj.